Mirëmbrëma, si jeni? Mirëmbrëma. Do të bëjmë parashikimin javor, tashmë si çdo të shtu. Do të flas në lidhje me javën e vazhdim, pra nga data 29 shtator deri në datën 5 tetor. Kjo është një nga lidhjet e mia të drejtë për drejta që bëj çdo javë. Kam 2 në javë në përgjithësi, një e kam ditën e shtunë, si dhe tani, që është në lidhje me parashikimin javor, ndërkohë që një tjetër është në lidhje me ciklin e hënës ose alternuar me pyetje përgjigje. Kemi edhe postime ditore, ku do të këshilloj që t'i ndiqni të vërtetën, sepse aty jap edhe disa informacione shumë të rëndësishme që mund të përdorni gjatë ditës ose gjë që duhet të shmangni kur do jemi të kujdesshëm. Gjatë parashikimeve periodike, siç janë për javën ose për ato ciklit të hënës, flas në lidhje me shenjat, do flas edhe sot, do bëj një parashikimin e përgjithshëm, pastaj do flas tek shenjat, do i marr një nga një. Ndërkohë që përveç këtyre, tek parashikimet ditore, bëj vetëm parashikimin e përgjithshëm, pra që na prek të gjithë, aty nuk flas për shenjat. Në qoftë se informacionet që ju dëshironi nuk mund t'i gjeni këtu, mund të merrni dhe konsultën tuaj personale, ku bëjmë analizën e hartës, mund t'i gjejmë ascendentin tuaj nëse nuk e dini, po ashtu edhe analizën e lidhjes tuaj. Këto janë shërbime me pagesë. Okej, këto ishin shërbimet e mia. Atëherë, siç e thash, kjo është java nga 29 shtator deri në datën 5 tetor. Gjatë kësaj jave nuk është se kemi një kalim planetar, vazhdojmë që të jemi në rrjedhën e asaj çfarë ndodhi javën e kaluar. Tashmë jemi futur në fazën ku gjithçka po stabilizohet, po gjen rrugën e saj. Kjo është diçka pozitive në të vërtetë, sepse ne po perceptojmë më mirë se ku qëndrojmë, cilat janë gjërat që duhet të shtojmë apo që duhet të heqim nga jeta jonë. Veçoria e kësaj jave është se do të dalin në skenë, ose më të themi do të bëhet një ndarje, ata që janë grabitçarë dhe ata që janë në rolin e viktimës. Për këtë arsye, sidomos fëmijët tuaj do t'i këshilloj të jeni vërtet shumë të kujdesshëm te tyre dhe të krijojmë një farë koordinimi me prindërit e tjerë në mënyrë që të kemi mundësi që t'i shmangim problemet. Ky është një nga paralajmërimet që duhet të bëja, është një ndikim i cili mund të bëhet pak por goxha i bezdisshëm detyrimisht, por përveç kësaj, në qoftë se koordinojmë ashtu siç duhet, në qoftë se krijojmë një frymë komuniteti, do ta kemi shumë më të thjeshtë që të bëjmë ballë këtyre problemeve që mund të dalin në këto momente. Përsa i përket individit, kjo javë në përgjithësi ka ndikime pozitive. Jemi tashmë në fazën kur hëna po rritet dhe kemi zhvillime të shumta pozitive. Gjatë gjithë kësaj jave do të jemi në ndikimet e këndeve pozitive. Kjo është diçka e cila do të na ndihmojë shumë që të dalim përpara të gjitha problemeve që mund të kemi pasur deri në këto momente, duke qenë siç e thash, e dim se ku qëndrojmë, dim se cilat janë problemet, dim se cilat janë gjërat që duam që t'i kemi në jetën tonë. Tashmë do të fillojmë që t'i zmadhojmë më tepër këto, duke qenë se dielli në këto momente është i vendosur tek shenja peshore, fokusimi më i madh është në krijimin e një rrjeti social më të shëndetshëm. Kemi një fokusim shumë të madh tek krijimin e marrëdhënieve pra sentimentale dhe kjo do të jetë shumë aktive gjatë gjithë kësaj jave. Fati i mirë do të jetë, ose më them, është se Venusi në këtë moment është i vendosur tek shenja e Virgjëreshës, na bën ne vërtet shumë praktik. Arrim që të shikojmë detaje, të bëjmë analiza vërtet shumë të sakta, pra të jemi dhe me këmbë në tokë. Ndërkohë që mundohemi që të përzgjedhim partnerët që duam të marrin në jetën tonë, kemi edhe mundësi që të bëjmë përzgjedhjet e duhura, pra të logjikshme gjatë kësaj jave, ndërkohë që për të gjithë ata që kanë pasur problemet në marrëdhënie të tyre në çift, gjatë kësaj jave do të dinë se si të rregullojnë këto. Përsëri për të njëjtën arsye, sepse jemi me këmbë në tokë. Një ndër ndikimet më pozitive të kësaj jave do të jetë edhe këndet pozitive që do të ketë Jupiteri. Është një nga javët e fundit, më duhet analizoj që ka një ndikim të tillë, sepse pas kësaj dielli do të fillojë gradualisht të krijojë një kënd negativ me Jupiterin. Gjatë kësaj jave mund të ndjejmë pak edhe ndikimin e këndit negativ midis Jupiterit dhe Mërkurit, pra mënyra se si ne logjikojmë mund të jetë pak e nxituar, mund të dojmë që të përshpejtojmë çdo gjë. Normalisht në këtë pikë duhet të jemi më të kujdesshëm, ose më të themi, duhet të hedhim hapa të sigurt dhe të menduara mirë, por ky është vetëm ndikim. Gjithsesi, siç e thash, do të kemi disa kënde pozitive të cilat do të na ndihmojnë gjatë javës që të jemi shumë të përgjegjshëm. Pra, edhe nëse do duam që të nxitohemi, duke qenë se ndjesia e përgjegjësisë do të jetë shumë e lartë, do ta kemi shumë më të thjeshtë për të tejkaluar këto. Në përgjithësi, kjo javë ka ndikime pozitive.
një lloj siç ishte edhe java e kaluar, normal që kemi probleme gjithmonë, mund të jenë individuale, por kemi dhe aftësi për të tejkaluar këto, duke qenë se në këto momente Merkuri është i vendosur tek shenja peshorës, jemi vërtet shumë të aftë për të kryer komunikime të shëndetshme me të gjithë njerëzit që kemi rreth rrotull, sidomos në qoftë se duam të ndërtojmë biznesin tonë. Kjo është një periudhë shumë pozitive, do t'i këshilloj të gjithëve që ta përdorim. Dhe gradualisht po kaloj tek ndikimet që do të kemi tek shenjat, përveç kësaj në lidhje me shëndetin gjatë kësaj jave, vetëm për fundjavën e ardhshme, detyrimisht për ditën e shtunë të diel, do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm, sepse gjatë asaj fundjave mund të kemi probleme në lidhje me shëndetin. Do të kemi një temperaturë shumë të luhatur gjatë javës, dhe duke qenë se temperatura do të jetë shumë e luhatur, mund të kemi edhe probleme me shëndetin pra me sistemin imunitar. Nëse jemi të vëmendshëm, detyrimisht do të mund të tejkalojmë këto probleme shumë më thjesht. Kjo është diçka e përgjithshme, tani po kalojmë menjëherë tek shenja e dashit. Atëherë, në këto momente shenja e dashit ka ndikime të mëdha pozitive, por nga ana tjetër mund të jetë edhe pak i sfiduar. Ndikimi më i madh pozitiv është në lidhjet sentimentale, këtu kemi një fokusim vërtet shumë të madh, mënyra e komunikimit është e tillë, dhe mbi të gjitha kemi edhe një përforcim të dukshëm të marrëdhënieve, të partneriteteve, të cilat mund të përkthehen të ardhur materiale shumë të mira. Në këto momente kemi Neptunin të vendosur tek shenja e tyre. Neptuni është një planet benefik, shton shumë imagjinatën tonë dhe gjatë gjithë kësaj jave do të ketë edhe kënde pozitive. Kjo detyrimisht do ta ndihmojë shumë shenjën e dashit që të perceptoj gjithçka në një mënyrë të re dhe ta përkthej këtë edhe në realitet, duke qenë se në këto momente Venusi është i vendosur tek shenja e Virgjëreshës, pra janë shumë më praktik, janë efikas në jetën e tyre dhe këtë efikasitet e përkthejnë shumë mirë në të ardhur materiale të mira. Kemi një komunikim që vërtet shumë pozitiv në marrëdhënie të çiftit, sidomos do ta vëmë shumë mirë dhe të gjitha këto do thonë edhe një moral shumë i mirë, i cili mund të përkthehet edhe në të ardhur materiale shumë të mira dhe një rritje në karrierë. Rritja në karrierë do të fillojë që nga dita e hënë e martë do të jenë vërtet shumë efikase në lidhje me këtë temë. Këshilla ime do të ishte që ditën e martë veç të jemi disi më të kujdesshëm, sepse hëna do të kryejë disa kënde negative me Chironin, i cili është edhe plaga e përjetshme, pra mund të jemi pak të nxituar dhe mund të dëmtojmë veten tonë në qoftë se nuk komunikojmë ashtu siç duhet ose në qoftë se nxitohemi. Kjo është gjithmonë e vlefshme, por në këtë rast mund të kemi humbje të mëdha në vendin tonë të punës, pra që do të thotë nëse bjem kundër me autoritetin, figurën e autoritetit, mund të kemi probleme të rëndësishme. Gjithsesi është një javë kur shenja e dashit do të vere që do të ketë rritje vërtet shumë të mëdha, si në karrierë, po ashtu dhe siç e përmenda në krijimin e partneriteteve. Përsa i përket çështjeve sentimentale, do t'i këshilloja që të dëgjoni partnerin tuaj. Kjo është një nga mënyrat se si mund t'i kaloni problemet vërtet shumë thjesht nëse dalin detyrimisht. Shenja e Demit. Shenja e Demit në këto momente ka ndryshime shumë të mëdha në jetën e saj. Ka një ndryshim shumë të madh në mënyrë se si i bën gjërat, do mund të jetë pak më efikas, sepse në këto momente po dalin në skenë probleme që mund të ketë pasur deri tani në mënyrë se si i realizonte gjërat. Detyrimisht kjo do të përkthehet edhe në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, sepse në këto momente ka një fat vërtet shumë të madh. Drejtuesi i tyre që është Venusi është i vendosur tek shenja e Virgjëreshës. Çdo gjë e bëjnë në mënyrë shumë efektive, në mënyrë shumë praktike, arrin që të perceptojnë më mirë detajet. Këto detaje detyrimisht i ndihmojnë ata, ose perceptimi i detajeve ndihmojnë që të krijojnë një shabllon shumë më të shëndetshëm, më të saktë dhe prej kësaj mund të lindin edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Por jo vetëm kaq, që së jave kemi edhe një fat shumë të madh në çështjet sentimentale. Dita e hënë dhe e martë do të jenë edhe më tepër efektive në lidhje me këto tema, por shenjës së Demit do t'i këshilloja që sidomos ditën e martë të jenë më të kujdesshëm në lidhje me shëndetin e tyre fizik. Bile mund të jemi edhe pak më të hapur ndaj incidenteve gjatë kësaj dite, pra do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Kjo nuk do të thotë që patjetër do të kemi probleme, por nëse jemi të vëmendshëm, edhe ato që mund të dalin, detyrimisht do t'i shmangim. Përsa i përket çështjeve familjare, që sa javë do të kemi një fat shumë të madh, sepse do të shikojmë se ku qëndron problemi, nëse ekziston detyrimisht do të ta zgjidhim atë, ose mund të kemi edhe mundësi të shumta për të krijuar një farë begatie brenda shtëpisë. Edhe kjo është diçka që do t'i këshilloj që të fokusohemi, sepse ekziston mundësia që ta anashkalojmë. Shenja e binjakëve,
Në këto momente shenja e binjakëve është me fat, vërtet, duke qenë se drejtuesi i tyre është i vendosur tek shenja peshorës, ka një mënyrë komunikimi vërtet shumë efektiv, shumë diplomatik, dhe kjo është më tepër e vlefshme në çështje sentimentale, sepse këtu janë shumë më tepër kreativ. Arrin që të perceptojnë mirë mënyrën se si mendojnë të tjerës, sidomos ata të cilët kanë interes sentimental, dhe për këtë arsye arrin që të shprehin ndjenjat e tyre në mënyrë pothuajse perfekte. Kjo nuk është e vlefshme vetëm këtu, është e vlefshme edhe për realizimin në të ardhur materiale, pra realizimin e tyre edhe në karrierë, dhe këtë mund ta zhvillojnë vërtet shumë thjesht në qoftë se marrin ndihmën e të tjerë. Mund të jetë pak me kusht pra sepse do të vinë në sajt të bashkëpunimeve. Kjo do të jetë e vlefshme gjatë gjithë javës në vazhdim, duke filluar që nga dita e martë do të jemi më të vëmendshëm në marrëdhëniet që kemi me shoqërinë tonë. Nëse marrim një informacion ose një informacion që mund të përdorim për rritjen tonë në karrierë ose për rritje materiale, do të këshilloj që ta rishikonim ose ta kontrolloni mirë sepse këto mund të jenë informacione të rema. Kjo është e vlefshme vetëm ditën e martë, ndërkohë që ditët e tjera do të kemi gradualisht një rritje vërtet shumë të madhe. Për sa i përket çështjeve sentimentale, përmenda që jemi në fazën ku mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ose mund të kemi krijimin e lidhjeve të reja, dhe këto detyrimisht mund të thonë edhe një moral vërtet shumë i lartë, dhe mund të kemi edhe përmirësimin e jetës së tyre në përgjithësi, duke qenë se do të furtemi në një frymë shumë optimiste gjatë kësaj jave. Dita e sotme dhe e nesërme faktikisht janë dy nga ditët në të cilat shenja e binjakëve mund të ketë një kohë vërtet shumë të këndshme me partnerët e tyre ose me njerëzit që kanë rreth rrotës, do të duan që të jenë pak më social, dhe do t'i këshilloj që ta përdorin, ndërkohë që ditën e nesërme do t'i këshilloj që t'jemi disi më të kujdesshëm në mënyrë se si komunikojmë me partnerët ose me njerëzit që kemi rreth rrotës, nuk ka shumë rëndësi, në qoftë se nuk kemi një partner për krah. Okej, dhe shenja e gaforës. Për shenja e gaforës, kjo javë mund të jetë pakës e luhatur, nëse energjia e tyre do të jetë duke u shtuar sepse jemi drejt një hënë të plot. Dita e hënë dhe e martë, fokusimi më i madh do të jetë për zhvillimin e marrëdhënieve që ata kanë, për rregullimin e tyre. Në qoftë se nuk jemi në një marrëdhënie, do të duam që të kuptojmë më mirë se cila është pika ku ne kemi çaluar, ose pse nuk po tërheqim ndoshta në jetën tonë lidhjen që ne dëshirojmë. Në qoftë se nuk duam që të kemi një lidhje, atëherë do të duam që të fokusohemi më tepër në zhvillimin ton personal. Duke qenë se në këto momente shenja e gaforës është në drejt një rritje vërtet kolosale, por i duhet që të ndërtojë vërtet themelet të forta në qoftë se do që ta përballojë gjithë këtë ndërtesë që po ndërton. Gjatë kësaj jave për shenjën e gaforës do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh. Ky do të jetë më tepër në krijimin e instabilitetit, siç e përmenda, duke filluar që nga lidhjet ato personale, po ashtu edhe në marrëdhëniet që kemi brenda familjes. Këtu sepse do të kemi një rregullim të dukshëm të tyre, do të kemi krijimin e një mirëqenie vërtet shumë të madhe. Kjo do të jetë e vlefshme për gjithë javës, por dita e mërkurë dhe e njëjte do të jetë shumë më tepër efikase në lidhje me këtë çështje, sepse do të kemi dhe ndihmë shumë të madhe dhe nga sistemi, ndoshta edhe nga njerëzit që kemi rreth rrotull. Mund të kemi firmosjen e kontratave të reja gjatë kësaj periudhe. Të gjitha kontratat që mund të firmosim janë vërtet shumë të shëndetshme ose më them shumë efikase për të kryer burime të ardhurave material vërtet shumë të mira. Ndërkohë që dita e premte për shenjën e gaforës do të jetë një nga ditët më pozitive të javës në vazhdim. Do të këshilloj vërtet që ta përdorim sepse do të kemi krijimin edhe të një fryme të re e cila do të ndihmojë ata që të rregullojnë pothuajse çdo gjë në jetën e tyre. Prandaj dhe gjatë gjithë javës ose drejt asaj dite do të këshilloj që të përdorin të gjitha elementet që do të na dalin përpara, si prezantime të reja që mund të kemi, po ashtu edhe çështje të cilat deri në këtë moment mund të kenë që pak ose ëndra në sirtar, e njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me ide që mund të kenë pasur deri në këtë moment për të zhvilluar biznesin e tyre apo punën e tyre. Dita e premte është pika ku këto do të kurrëzohen dhe do t'i këshilloj që t'i mbledhim dhe t'i përdorim pikërisht atë ditë, sepse do të jetë një nga ditët më efikase në lidhje me këto çështje. Pra, me gjithçka. Dhe shenja e luanit. Shenja e luanit në këto momente do t'i këshilloj që t'jemi pak më të vëmendshëm. Arsyeja e kësaj është këndi negativ që ekziston midis Marsit dhe Plutonit, do të jetë aktiv edhe ditën e martë dhe të mërkurë.
deri ditën e mërkurë, më mirë të themi, edhe pse shumë herë më i butë se çfarë ishte javën e kaluar, prandaj dhe në qoftë se jemi të vëmendshëm në çdo gjë që bëjmë, sepse mund të jemi pak më të hapur ndaj incidenteve, detyrimisht do ta kemi shumë më të thjeshtë për të kaluar. Gjithsesi, në këtë moment shenja e Luanit është një nga shenjat që ka rritjet më të mëdha. Është i ngadalësuar sepse dielli ndodhet tek shenja e peshorës, ku i bie shumë energjia, por pavarësisht kësaj, duke qenë se kemi një aktivizim vërtet shumë të madh, janë shumë herë më tepër efikas. Ky efikasitet përkthehet në të ardhura materiale vërtet shumë të mira. Detyrimisht duhet të dimë se si të përdorim këto, por në këtë moment shenja e Luanit ka një mënyrë komunikimi vërtet shumë efektiv. Janë pak a shumë magnetik në mënyrë se si komunikojnë, fjalët e ngjit pra, dhe mund të tërheqin dhe në jetën e tyre, detyrimisht pothuajse çdo gjë që ata dëshirojnë, si përsa përket çështjeve sentimentale, po ashtu dhe zhvillim të tyre në karrierë, e njëjta që të vlefshme siç e përmenda, edhe në rritjen e tyre materiale. Ndërkohë që do të kemi edhe një socializim vërtet shumë të madh, është efektiv për pothuajse gjatë gjithë javës në vazhdim, sepse do të kemi hyrje në jetën e tyre të shumë individëve të rinj. Kjo është diçka pozitive detyrimisht, por nga ana tjetër, duke qenë se do të kemi një fluks shumë të madh njerëzish, mund ta kemi pak të vështirë për të perceptuar se cilët janë njerëzit të cilët janë vërtet të shëndetshëm që ata të kenë jetën e tyre. Kjo është edhe pika ku do t'i këshilloj detyrimisht që të jemi pak më përzgjedhës. Kjo është e vetmja gjë që do t'i këshilloj në këtë moment të shenjës së Luanit. Dhe shenja e Virgjëreshës. Jemi menjëherë pas një eklipsi, ose më themi, kishim hënën e re, kishim eklipsin e diellit tek shenja e Virgjëreshës dhe për këtë arsye kemi pasur një ndryshim kolosal. Jeta e tyre është ndryshuar komplet dhe mund të kenë humbur pak edhe motivimin që kanë ndaj jetës, por gjatë kësaj jave lejmë mirë që do ta gjejnë këtë. Do të fillojmë me hënën të vendosur tek shenja e Bricjapit, për këtë arsye do të kemi edhe kënde pozitive pikërisht me shenjën e Virgjëreshës. Kjo do të shtojë shumë moralin e tyre, do t'i motivojë shumë më tepër, sidomos ndaj punës. Mund të kemi edhe propozime të shumta dhe zgjerimin edhe të shoqërisë, por ashtu edhe të perceptimit që ata kanë, të horizontit të tyre, gjë që do t'i bëj edhe që të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh në karrierën e tyre. Kjo është një javë në të cilën zhvillimet në karrierë, çështjet sentimentale janë vërtet shumë efikase për shenjën e Virgjëreshës, sepse mund të kemi edhe prezantime të shumta nga shoqëria. Këto mund t'i bëjnë të shtyjnë ata drejt një socializimi shumë më të madh, si çfarë kanë pasur deri nëse kemi qenë pak të izoluar, do të duam ne vetë që të dalim nga shtëpia ose që të prezantojmë me njerëz të rinj, të jemi më social pra. Dhe disa prej tyre mund të bëhen edhe persona të cilët janë persona interesi, pra mund të krijojmë edhe një lidhje të re detyrimisht. Pra, është një nga javën të cilat shenja e Virgjëreshës do të ketë ndryshime të shumta në jetën e saj. Bota e saj e brendshme deri në këtë moment mund të ketë qenë goxha e ngarkuar, por duke filluar që nga kjo javë dhe në vazhdim, të gjitha këto do të fillojnë që të zemë vend, pra do të gjejmë vendin që ata meritojnë. Për këtë arsye do të kemi edhe zhvillime shumë të mëdha, kemi edhe mbarimin e problemeve shëndetësore për shenjën e Virgjëreshës. Në qoftë se kemi pasur probleme, sidomos në lidhje me virozat që janë në këtë momente, detyrimisht do të ndihemi shumë më tepër energjik dhe shumë më të shëndetshëm gjatë javës. Dhe shenja e Peshorës. Jemi në stjenën e saj. Kjo është një javë e cila fillon në nota vërtet shumë pozitive për ta. Duke filluar që nga çështjet e familjes, këtu do të kemi harmoni shumë të madhe. Mënyra se si ata komunikojnë në këto momente është vërtet shumë efektive, nuk mund të them se nuk është thjesht kaq, është vërtet shumë pozitive. Tërheq shumë njerëz rreth rrotullit të tyre. Dhe kjo i bën vërtet shumë magnetik dhe pothuajse të gjithëve dhe gjithçkaje, sidomos anës pozitive. Duke qenë se në këto momente mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të ardhurave materiale. Dinë se si t'i krijojnë këto dhe vinë dhe në sajt të punës së tyre dhe është një nga pikat ku do të kemi dhe rritje më të madhe, pikërisht çështjet në karrierë. Gjatë gjithë kësaj jave, për shenjën e Peshorës do të kemi ndryshime pothuajse të menjëhershme dhe shumë pozitive. Faktikisht në sipërfaqe janë të menjëhershme sepse ata kanë punuar shumë për këtë dhe janë pra të merituara. Kemi disa vendosje të cilat do t'i ndihmojnë shumë, sidomos e mërkurë,
dhe e njëjtë do të jenë vërtet shumë pozitive për ta. Edhe fundjavë e ardhshme do të kemi disa kënde të cilat do të ndihmojnë shumë që të krijojnë harmoni edhe brenda familjes, po ashtu edhe në lidhje me çështjet sentimentale, të cilat deri në këtë moment, nëse nuk kanë mundur që të gjejnë atë balancë në marrëdhëniet e tyre, gjatë kësaj jave do të arrijnë që ta gjejnë. Siç e thash, komunikimi është një nga superfuqitë që do të kenë gjatë kësaj jave, që detyrimisht do të mund të kenë edhe rregullime të dukshme në marrëdhëniet e tyre aktuale. Përsa përket socializimit, është një nga temat të cilat vërtet do t'ju këshilloja, sepse në këto momente ju bën vërtet shumë mirë. Ngre shumë moralin dhe detyrimisht edhe kjo i shtyn ata, i motivon dhe më tepër për të avancuar. Shenja e akrepit. Gjatë kësaj jave, duke qenë se do të kemi vazhdimin e këndit negativ të Marsit, i cili është i vendosur tek ta, me Plutonin që është i vendosur tek shenja e ujorit, do t'i këshilloj që të vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm, pra të mos veprojmë në mënyrë impulsive, të jemi të vetëdijshëm për çfarë do që bëjmë dhe në mënyrë se si reagojmë. Kjo është një të gjë, si ajo që thash tek shenja e Luanit. Për shenjën e Akrepit, ndryshimi më i madh në këto momente është se janë vërtet shumë aktiv. Kemi një Mars të vendosur këtu dhe ka kënde pozitive. Kjo ndryshon shumë jetën e tyre, sidomos në lidhje me sëmundjet që mund të kenë pasur, sëmundje fizike bëhet fjalë. Duke qenë se gjatë kësaj jave do të kemi një sistem imunitar më të fuqishëm dhe kjo detyrimisht ndihmon ata që të jenë më të motivuar. Do të duan të socializojnë më tepër, por gjatë kësaj jave këshillojmë do të ishte që të fokusohemi më tepër në zgjidhjen e problemeve që mund të ekzistojnë brenda familjes ose në banesën e tyre. Sidomos ata të cilët janë në pritje të diçka, qoftë vlerën e shtëpisë, qoftë në krijimin e një familje të re, pra dhe të fëmijëve, gjatë kësaj jave do të këshilloj që të fokusohemi pikërisht në mirëqenien e kësaj, pra nga ana materiale, sepse këtu mund të kemi edhe disa ndryshime shumë të rëndësishme surprizë, të cilat jo vetëm do të rregullojnë shumë mirëqenien e tyre, por nga ana tjetër do të kenë edhe mundësi që të krijojnë edhe një jetë shumë më të balancuar në vazhdim. Shenja e Akrepit në këto momente ka mundësi edhe për të kryer lidhje të reja, janë shumë më tepër kreativ në këto momente dhe kjo detyrimisht do të thotë edhe burime të ardhurave materiale të reja. Kjo fundjavë për ta do më thënë një vlerësim shumë i lartë, pra dita e sotme dhe e nesërme do të dinë se ku qëndrojnë, cila është vlera e tyre vërtet dhe në vazhdim të javës të do të arrijnë që ta kërkojnë. Dita e Hënë dhe e Martë do të jetë shumë efikase për këtë, sepse do të kenë një komunikim i cili do të jetë shumë autoritar. Pra, ajo çfarë ata kërkojnë, do ta kërkojnë në mënyrë vërtet të duhur dhe kjo detyrimisht do të përkthehet edhe në të ardhur materiale të mira, në krijimin e burimeve të reja, po ashtu edhe në krijimin e partneriteteve të reja, si në ato në jetën sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me karrierën dhe biznesin. Shenja e Shqyrtarit e kërkoj ndjes. Shenja e Shqyrtarit gjatë kësaj jave ka ndryshime shumë të mëdha. Dita e sotme dhe e nesërme është shenja që do të këshillosh ta përdorë më tepër, duke qenë se Hëna është e vendosur tek shenja e tyre, janë shumë më tepër aktiv. Ky aktivizim është goxha pozitiv sepse eklipsi që ndodhi do të thotë për ta edhe mbarimin e një periudhe që mund të kenë pasur vështirësi në anën ekonomike sidomos, dhe ku nuk është ditur vlera. Kjo është e vlefshme më tepër në vend e tyre të punës dhe në lidhje me karrierën. Ndërkohë që duke filluar nga dita e Hënë dhe e Martë, mund të kemi dhe marrjen e borxheve ose marrjen e të ardhurave të cilat deri në këtë moment nuk janë dhënë, ose mund të kemë pasur vonesa. E njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me kredit. Nëse kemi bërë aplikime të tilla, duke filluar nga dita e Hënë dhe Martë, mund të marrim përgjigje për to. Nëse përgjigjja këtu është negative, do të këshilloja që të bënim kërkesa në fusha të tjera, si për shembull nga karriera e të tjerë, ose në lidhje me bashkëpunimet. E njëjta që është e vlefshme dhe në lidhje me trashëgiminë. Pra, të diskutonim edhe një herë me vëllezërit dhe me motrat tanë, sepse këtu mund të gjejmë edhe një zgjidhje. Kjo është pak a shumë dipnot për ta. Ndërkohë që shenja e Shqyrtarit gjatë gjithë kësaj jave do të ketë një rritje vërtet shumë të madhe. Në këto momente kemi realizimin e ëndrave të tyre. Kemi dhe një realizim të një ëndre të cilë është për gjithë njerëzimin, pra prezantime e personit që ata mund të kalojnë jetën e tyre, dhe kjo do të vijë nëpërmjet shoqërisë, prandaj do të këshilloj që një nga fokuset e tyre, jo e gjithë, të jetë pikërisht këtu në këtë temë, sepse në këto momente kemi mundësi që të krijojmë lidhje shumë të shëndetshme, lidhje të cilat i reziston kohës, sepse jemi vërtet shumë të logjikshëm. Pra,
balanca midis logjikës dhe ndjenjave është vërtet e përkryer pothuajse. Për këtë arsye do të këshilloj që ta përdorim këtë aspekt, ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale dhe zhvillimeve në karrierë, siç e thash pak a shumë do të ecin vetvetiu, prandaj nëse kemi fokusin këtu, do të na bënte më mirë. Dhe shenja e bricjavit. Dita e hënë do të filloj me hënën tek shenja e bricjavit, për këtë arsye do të kenë një ndikim shumë të madh pozitiv. Në këto momente kemi disa vendosje, ose më themi një vendosje e cila është tek shenja e birgjëreshës, e cila ndihmon vërtet shumë, që është ajo e Venusit. Ky është një planet benefik dhe do të thotë të ardhur materiale të mira. Për shenjën e bricjavit, gjatë çdo jave do të kemi një ton autoriteti, një ton autoritar, më të themi, i cili do të ndihmojë që të tejkalojmë pothuajse çdo problem që kanë pasur në jetën e tyre deri në këto momente. Shenja e bricjavit është një nga shenjat më të favorizuara të javës në vazhdim, sepse do të vejë një rritje vërtet shumë të madhe. Janë shumë më tepër aktiv në këto momente. Aty ku mund të kenë çaluar, sepse kanë pasur një energji shumë të shpërndarë, sepse drejtuesi i tyre është i vendosur tek shenja e peshqve, prandaj nuk dinin se ku qëndronin. Pra, kufijtë e tyre mund të kenë qenë të tejdukshëm, le të themi. Pas kësaj, do të jenë shumë herë më të sigurt në hapat që hedhin dhe siç e thash, duke qenë se do të kenë një ton autoritar, do të ndihmojë shumë që të kërkojnë atë çfarë meritojnë dhe kjo do të gjejë dhe vend, sidomos në lidhje me karrierën e tyre, duke qenë se në këto momente vërtet ka mundësi që të shkëlqejë. Mënyra e komunikimit gjatë gjithë së javës do të jetë shumë pozitive përsëri në lidhje me këto tema, dhe do të kemi edhe mundësi që të rregullojmë problemet që ekzistojnë me familjarët tanë, sepse edhe në pikë toni autoritar do t'i ndihmojë vërtet shumë. Vazhdojmë që t'jemi në fazën kur shenja e bricjavit ka fat në lidhje me çështje sentimentale, sidomos në lidhje të afatgjata. Do të këshilloja që ta përdorim edhe këtë. Ditët që do të jenë më të favorshme për këto tema do të jetë drejt fundjavës, dita e njëjtë dhe e premte. Këto të jenë 2 ditët në të cilët shenja e bricjavit mund të ketë pak më tepër fat në çështje sentimentale se ditët e tjera, normalisht kanë të gjitha. Prandaj nëse dëshironi mund të përdorni pikërisht këtë ditë. Shenja e ujarit. Kemi shumë vendosje në këto momente tek shenjat e ajrit dhe kjo e favorizon shumë shenjën e ujarit, por këndi negativ që është i Marsit me Plutonin vazhdon që të jetë aktiv. Për këtë arsye do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm, duke qenë se kemi shumë më të thjeshtë të bien pre edhe manipulimeve, po e njëjta gjë është edhe mund të edhe të dëmtohemi në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm dhe reagojmë në mënyrë të gabuar kundrejt personave të cilët mund të jenë më agresiv se çfarë duhet, varet nga personi pra që kemi përballë, prandaj duhet të jemi të vetëdijshëm në mënyrë se si reagojmë. Të jemi më të kontrolluar. Përveç kësaj kemi një ndikim shumë pozitiv. Kemi disa vendosje të cilat do të jenë shumë të favorizuara gjatë gjithë javës, sepse kanë një mënyrë logjikimi vërtet shumë efektiv gjatë gjithë kësaj jave. Dielli do të jetë në një harmoni shumë të madhe, në një balancë shumë të madhe edhe me drejtuesin e tyre, dhe kjo i bën ata që të kenë një fat vërtet shumë të madh. Ka një aktivizim shumë të madh edhe në çështje sentimentale, po ashtu edhe në krijimin e burimeve të reja materiale. E njëjta që është e vlefshme edhe në rikrijimin e tyre në karrierë. Kjo është një nga javët më pozitive për shenjën e ujarit, një lloj siç ishte edhe javën e kaluar, por edhe gjatë javës do të vazhdojmë që të jemi aktiv. Për të gjitha duke qenë se në këto momente sistemi nervor do të jetë shplodhur në mënyrë të dukshme në krahasim me javën e kaluar, do të kemi më tepër mundësi që të kapim ato oportunitete që na dalin përpara, pra mundësitë që na dalin përpara. Përsa përket çështjeve sentimentale, jemi në fazën e shërimit, të them të vërtetën, për shenjën e ujarit. Prandaj dhe personat që ju dalin përpara, personat e rinj që ju dalin përpara, ndoshta nuk mund t'i vënë re mirë. Nëse është diçka pozitive apo negative, detyrimisht të varet nga individi, por në qoftë se jemi në fazën tashmë ku duam që të krijojmë lidhje të reja kur ndjehemi të gati, do të këshilloj shenjën nga sytan ta mbajmë edhe aty, sepse është një nga javët më pozitive në lidhje me këto tema. Dhe shenja e peshqve. Gjatë kësaj jave për shenjën e peshqve kemi ndikime pozitive në përgjithësi. Dita e hënë dhe e marrë do të jetë më tepër aktive në çështjet e shoqërisë, socializimit. Po jo thjesht socializim pa kuptim, do të jetë të qëllimshme në mënyrë që të krijojë një rrjet social i cili do të ndihmojë shumë në rritjen e tyre në karrierë. Në këto momente shenja e peshqve ka një zhvillim vërtet shumë të madh.
Pika ku do t'i këshilloj që t'jemi të vëmendshëm, si gjithmonë do t'jetë në lidhje me shëndetin tonë, sado që mund të kemi pasur pak më mirë sistemin imunitar javën e kaluar, çdo javë tashmë do të rikthehemi në normalitetin tonë. Nuk po them që është në gjendje negative, po them thjesht që duhet të jemi të vëmendshëm si gjithmonë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, në këtë moment shenja e peshkve është nga shenja që ka një favorizim më të madh se të gjithë të tjerat. Eklipsi i diellit që ndodhi në shenjën e Virgjëreshës, për ta do thonë mbarimin e një periudhe ku ata mund të kenë gënjur veten e tyre, që mund të kenë kryer lidhje të cilat kanë qenë të pashëndetshme, ku janë te kaluar kufin të shëndetshëm, ku mund të kenë dhënë më tepër se çfarë duhet, ose mund të kenë kërkuar më tepër se çfarë duhet. Pra, tashmë vlera do të jenë aty ku duhet, aty ku mund të krijohet një lidhje e cila do t'i rezistojë dhe kohës, dhe që sa javë do të kemi aktivizime shumë të madh të gjitha këtyre. Ditët që do t'ju këshilloja që të jemi më të kujdesshëm se sa ditët e tjera do të jenë dita e mërkurë dhe njëjtë. Duke qenë se hëna do të vendosë kujdesshëm, të jenë edhe të logjikshëm në disa momente. Gjithsesi, përveç kësaj, gjatë kësaj jave kemi mundësi shumë të mëdha si për rritjen nanomateriale, siç e përmenda, po ashtu edhe në zhvillimin e marrëdhënieve, të cilat do të kthehen tashmë në një formë e cila është vërtet shumë herë më pozitive dhe e shëndetshme për ta. Jemi në një fazë ku shenja e peshqve, nëse arrin që ta përdor dhe nuk kapet pas dramave, ka mundësi që të rritet shumë në çdo fushë të jetës së tij. Dhe këto ishin të gjitha ndikimet që kisha për shenjat dhe ndikimet e përgjithshme. Okej, faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri herën tjetër. Pafshim.